Jan, na trego pak për deep learning. Deep learning është ajo qasje e rrjetave neurale e cila përdoret për të optimizuar sjelljet ndaj përdoruesit. Për shembull, nëse ti bën një prompt ndaj ChatGPT-s dhe ai të jep një përgjigje të gabuar dhe ti e përgjigjen që jo, ai mëson që në të ardhmen të mos japi përgjigje të tilla dhe të japi përgjigje të ndryshme. Në këtë formë duke u përshtatur me ty. Cilat janë disa dizavantazhe në fakt të deep learning? Vuan si çdo gjë tjetër nga disa probleme kyçe, harxhon shumë financiarisht, ka një harresë katastrofike që sjell që të harroj promptet kryesore të veta, që mund të jetë shumë problematike. Përpos kësaj ka një marzh gabimi dhe mund përshtatet shumë me një lloj përdoruesi shumë specifik. Që gjitha këto janë zgjidhshme, po një përdorues, një zhvillues duhet të ketë shumë kujdes për to. Dua që të bëni një eksperiment. Zgjidhni agentin e AI të preferuar tuaj dhe më vonë përdorni të njëjtin prompt dy herë. Një herë përdorini nga një llogari anonime dhe një herë nga llogaria juaj që keni shumë kohë që e përdorni. Bëjeni këtë për të parë sa ju njeh AI nëpërmjet deep learning, sa shumë ka mësuar për ju dhe komentoni poshtë me rezultatet e eksperimentit.